Xhirimet në vazhdim janë bërë në bashkëpunim me zyrtarët e policisë së Kosovës. Personat e paraqitur në këto pamje janë plotësisht të papajshëm, përderisa të dëshmohet e kundërta me vendim të plotfuqishëm të gjykatës së drejtësisë. Rregull Alfaboza deri të dyshje ka shumë kjo, por sin jam në dritë. Vetë fjalë për Keltin Vjelli, rasti ka ndodhur gjatë natës. Kur jam mësuar sot mëngjes, motra dhe prindët më thanë që dikush ka tentuar brenda me hy. Shenjat ishin në pragën e derës, në mbrapa në telat e shtëpisë, ishin të largune. Unë shkova në dyqan, edhe kur u ktheva, poshtë që një diçka pas ka ndodhur dhe mora telefonin dhe thash t'ju thras policisë dhe t'ju tregoj se çfarë ka ndodhur. Nëse ka mundësi njësitin e krim teknikës me në dërguë, na po mirëmi në rastin. Ka qenë mirë si ka ndodhë rasti. Ose më kanë thirrë, bre. Në njëherë njëve, edhe më smilon këtu antarë të familjes më janë para se me kjo. Sipas tij, bëhet fjalë për tentim vjedhje, dikush personat pa njohur kanë tentuar me hyrje në shtëpi e tij. Kolegët e krim teknikës i kemi ftuar për shikimin e vendit ngjarjes, ata janë duke punuar. Për shenjave kemi disa shenja, po besoj që do të del diçka. Alfaboza kemi përfunduar në vend ngjarjes, jemi në patrullim të rregullt të rruga Remzia Demaj, do të ndalemi për një patrullim kom në sheshin Shadrvan. Si më kuptoj?